Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Nga tradita e pejgamberit Muhamedit alayhis salam mësojmë që pejgamberi alayhis salam në muajin e madhëshëm të Ramazanit ka shtu dozën e aktiviteteve humane, gjithherë duke u kujdesur për ata të cilët kanë nevojë. Në personalitetin e pejgamberit alayhis salam mësojmë që ai gjatë gjithë vitit ka qenë humanitar, ka qenë njeri që ka menduar edhe për të tjerët. Mirë po, në Ramazan e ka shtu këtë dozë, gjithherë duke na mësuar që ai i cili kujdeset për një nevojtar në muajin e madhëshëm të Ramazanit, sevapët dhe mirësitë i ka të shumë fishta. Bile e ka lidhur edhe me agjerimin e Ramazanit. Kur në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai person i cili jep iftar një agjerusit, pra e ushqen në iftar, po edhe në syfyr një agjerus i merr sevapët edhe mirësitë, sikurse ai që ka agjeru gjatë gjithë ditës një ditë të Ramazanit. Kështu që me këtë mësojmë që në muajin e madhëshëm të Ramazanit sevapët shumë fishohen për ata të cilët bojnë mirë. Nuk mjafton vetëm që qëndrojmë pa hangër dhe pa pi gjatë ditëve të Ramazanit, mirë po, këto ditët e Ramazanit që janë shumë të vlefshme te Allahu xhaleshanuhu duhet t'i hieshojmë apo t'i dekorojmë edhe me punë të tjera të mira, siç është namazi, siç janë prezantimi nëpër iftare të familje të afërmit, pastaj edhe të kujdesim edhe për kategorinë e cila Zoti xhaleshanu i ka sprovu me fukarallak. Të shkojmë te ta, të bëjmë iftare, të kujdesemi për ta, të sjellim iftare të gatshme te ata që t'i marrim sevapët ashtu siç na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra, ai person, po e përsërisim edhe një herë, i cili jep iftar një besimtari gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit, e ushqen në iftar një agjerus i merr sevapët, pa ju paksu atij, i merr sikurse ai që ka agjeruar gjatë gjithë ditës. Vlera është shumë e madhe në muajin e madhëshëm të Ramazanit, çdo punë të mirë të cilën ne e bëjmë. Në këtë rast, nëse arrim që gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit ta ushqejmë dikën, të kujdesemi për dikën, atëherë te Allahu xhaleshanu fitojmë shumë sevap edhe mirësi. Andaj të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, garoni dhe mundohuni me gjitha kapacitetet që i keni që të bëni mirë në këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit, sepse Allahu xhaleshanu ja u shpërblen këtë mirësi që e bëni edhe në këtë dynja, me shëndet, me rahati familjare, me qetësi familjare, por edhe në botën tjetër në xhenet do të ketë shpërblime shumë të mëdha për ata të cilët kanë bë mirë, për ata të cilët kanë ushqy nevojtarët në muajin e bekuar të Ramazanit. Besimtarët të cilët agjerojnë muajin e bekuar të Ramazanit, të cilët e kanë shëndetin, ata duhet të reflektojnë edhe në aspektin fizik. Pse jo, kur të shkojnë në market me ble disa ushqime për familjen e vetë, të mendojnë edhe për nevojtarët. Të marrin disa gjësende, t'i ofrojnë fëmijëve të vetë të cilët ndoshta kanë të njerëz të cilët janë nevojtarë, ose edhe pak më larg, ose t'i ofrojnë edhe ndonjë organizatës humanitare, siç është edhe organizata vendore, Bashkisë Islame, Shoqata Bereqeti, të ofrohet te aktivistët e tyre dhe të koordinatorët e tyre dhe ata njoftojnë, koordinojnë punët e atyre të cilët dojnë me bë mirë deri te familja nevojtare. Kështu që të marrin ato gjësende t'i ndajnë nga sofra e tyre dhe të mendojnë edhe për nevojtarët. Në fenë islame është edhe një rregull. I pasurit, të cilën Allahu xhaleshanu i ka dhënë pasuri, ka dhënë të mira në këtë dynja, e ka për detyrë ta hulumtoj, ta kërkoj të varfrit, dhe jo gjithherë të presim që i varfrit kërkojë ndihmë prej të pasurit. Mirë po, edukohemi si musliman që kur Zoti na jep pasuri dhe na jep të mira në këtë dynja, të mendojmë dhe të hulumtojmë dhe të shkojmë dhe të vizitojmë njerëzit e cilët kanë nevojë. E në muajin e madhëshëm të Ramazanit, jo vetëm me ushqime, por të shkojmë edhe të vizitojmë edhe njerëz të cilët janë të sprovuar prej smundjes, por të shkojmë edhe në qendrat të cilat janë njerëzit e vetmuar dhe t'ia bëjmë sa më të shëhretshëm, t'ia bëjmë muajin e bekuar të Ramazanit. Nuk mjafton vetëm me u largu prej hajës dhe prej pijes edhe me thonë e kom arritur në qëllimin e Ramazanit, mirë po Ramazani është përplot me aktivitete, me ibadete shumë dimensionale. Kështu që në këtë rast
edhe për nevojtarët me mendu edhe me shku edhe me i vizitu edhe me kujdes për ta edhe me i shoqëru ata. E pa dyshim që kemi thënien e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur shkojmë edhe vizitojmë një nevojtar, edhe i ofrojmë edhe diçka që ai ka nevojë, lutjet e atij të cilët është në nevojë nuk refuzohen te Allahu xhaleshanu. Andaj, a ka më mirë se në muajin e madhreshëm të Ramazanit një nevojtar, një njeri i cili është i sprovuar, ndoshta edhe me smundje dhe me disa telashe tjera, ti ngrit duart e të bëj lutje të sinqert për ty, për familjen tonë, për rrethin ton, kjo kish me qenë mrekulli mbi mrekulli, edhe do t'i shohim hajrin duave dhe lutjeve të nevojtarëve edhe në këtë dynja, por do t'jemi shumë krenar, sepse në ditën e gjykimit, në botën tjetër, do t'ketë edhe derë të veçantë që do t'i thirrë për xhenet vetëm ata të cilët kanë qenë bëmirës, ata të cilët kanë bë mirë. Andaj, pse jo, ti edhe unë t'jemi prej atyre të cilët do t'jemi të privilegjum dhe të nderuam në ditën e gjykimit kur do dalim para Allahut, që të thirremi edhe prej derës së bamirësisë, derës së humanitetit dhe njerëzve të cilët ju kena gjinë këtë dynja, siç thot pejgamberi alayhis salam, ai person i cili ja hek një telashe, një dert, një bela vllaut e vet në këtë dynja, Zoti do t'i hek bela dhe telashe në botën tjetër apo në ditën e gjykimit. E do t'jenë njerëz fatlum ata të cilën në ditën e gjykimit kanë me u krenu dhe kanë me marrë shpërbime të mëdha për ndihmën që e kanë bërë në këtë botë.